Në anë të një komunikate dërguar mediave, lëvizja Besa Dega në Gostivar sot ka reaguar ndaj rastit tragjik të ndodhur në Simnicë të Gostivarit, me që rast humbën jetën babë e birë. Rrethanat që quan në humbjen e jetës së dy anëtarëve të familjes Miftari, prindërit dhe të birit, na çojnë që përtej dhimbjes të shprehme dhe shqetësimin me organet kompetente. Për më tepër janë të dyshimta dhe kontradiktore edhe informatat e organeve zyrtare, të cilët e bëjnë akoma më të dyshimt dhe më të ndjeshëm këtë rast tragjik, vlerësojnë nga lëvizja Besa. Nga ky nivel kërkojmë përgjegjësi dhe raport të detajuar nga institucionet përkatëse për rastin. Gjykojmë se nuk është as pak serioze që i tëri rasti të përkufizohet me 2-3 fjalë, që Ministri i Shëndetësisë i tha përmes një video në rrjetin e tij social nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, derisa 2 bashkëqytetarët tanë e humbën jetën, ndërsa të tjerët vazhdojnë të hospitalizohen nga kjo sëmundje e pasqaruar deri më tani, thuhet mes tjerash në reagimin e lëvizjes Besa Dega në Gostivar.